Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes kudo që të ndodheni. Ju uroj një ditë të bukur dhe me gëzime, plot shëndet natyrisht. Me emrin naturalist jemi mësuar tashmë të kalojmë në vite të shumë brezave të rinj dhe të njihemi me aktivitetet e shumta të tyre. Nuk është thjesht një qasje veç kënaqësie e drejt për drejt me natyrën. Është një kauzë të cilën ata e kanë në themelin e grupimit të tyre me emrin naturalistët. Natyra e magjishme e Shkodrës, natyra shqiptare, natyrisht i ka tërhequr si me magnet, por të jesh naturalist do të thotë të kesh një qëndrim dhe një mundësi vlerësimi dhe mbrojtje për natyrën. Të tillë përgjithësi i kanë bërë ata më të ndjeshëm ndaj të gjithë gjeografisë së relieveve ku shkelin, të gjithë natyrës dhe faunës dhe çdo gjëje që ata takojnë. Dhe natyrisht me shumë përgjegjësi të takojnë njerëz për të shpërndarë mesazhet e tyre të bukura njerëzore dhe ambientaliste, të drejtuar nga biologja Aurora Pirović, por edhe stafi i mësuesve dhe instruktorëve. Ata kanë tashmë një histori të tyre të cilën e pasurojnë me gjithë ecurinë e tyre. Nuk është vetëm një kohë e fëmijërisë. Emri naturalist siç duket i ndjek në të gjithë ecurinë e mëvonshme të tyre. Përndryshe nuk do të ishin sot në studio studente që kanë kaluar një moshë të caktuar fëmijërie dhe të vazhdojnë të jenë shumë aktive në këtë qasje me natyrën. Me mua sot në studio janë naturalistët Jehona Çaku. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes, Nojta. Esti Pirane. Mirëmëngjes dhe Marnisa Hallune. Mirëmëngjes. Për mua është vërtet kënaqësi, ju kam ndjekur në ecurinë në vita. Ju jeni studente tashmë, Jehona dhe Esti në mjekësi. Akoma më shumë vlerësoni qasjen me natyrën dhe Marnisa prak studente. Që do të thotë tashmë qenia naturalist ju ka bërë shumë të ndjeshëm dhe si diçka që ju e ndjeni vazhdimisht të jeni pranë natyrës, apo jo? Po, shumë e vërtet. Sidomos tani që jemi në mjekësi, të paktën besoj që dhe Esti kupton shumë mirë se si natyra është e ndërthurur gjithmonë me njeriu. Pra ne nuk mund të jetojmë ndarësi nga natyra, mund të përpiqemi shumë të ndërtojmë ose të kemi një infrastrukturë shumë të zhvilluar, por pa natyrë nuk mund të mëshës burimet më bazike, pra më jetësore të cilat janë të nevojshme. Me sa shoh është një ndjeshmëri që ka ardhur gjithmonë në rritje me ecurinë tuaj, si fillim më në hershmëri ju jeni qasur nga magjepsja e panoramës natyrore, por më pas keni parë se përtej saj ka shumë gjëra që duhet të ndalësh, ti njohësh, ti mbrosh dhe ti promovosh. A është kështu? Është e vërtet. Në të vërtet, ti jesh naturalist do të thotë ta shikosh natyrën jo të ndarë nga vetja jote, po ta shikosh si kur je pjesë e saj, sepse në të vërtet ne jemi pjesë e natyrës. Të jesh naturalist do të thotë të kuptosh që ne jetojmë bashkë me natyrën dhe gjithashtu të kujdesemi për natyrën nuk është një zgjedhje e jona, por është një përgjegjësi që ne kemi për t'ia lënë edhe brezave më pas. Sepse ne nuk duhet jemi vetëm egoist dhe të mendojmë vetëm për veten tonë dhe në një farë forme të kujdesemi vetëm sepse ne po jetojmë momentalisht, por gjithashtu të kujdesemi edhe sepse do vinë breza më pas. Edhe duke qenë se jemi edhe pjesë e mjekësisë, kemi kuptuar se sa e rëndësishme është natyra dhe me shëndetin e njerëzit. Kështu që janë disa ndërthurje shumë të bukura që sa më shumë që futesh kupton edhe rëndësinë që në të vërtetë ka natyra. Qasja juaj ndaj natyrës
është e hershme, është që në fëmijë është paksa e rastësishme e më pas një tërheqje e fortë apo në një moshë më të rritur ju keni nisur një aktivitet që lidhet me natyrën? Qasja në të vërtet për mua, për sa i takon natyrës, ka qenë e vogël, sepse edhe prindërit gjithmonë kanë pasur atë idenë që duhet ta duam natyrën edhe duhet të eksplorojmë. Dhe kështu nisim, pas edhe duke marrë pjesë të naturalistat, edhe në aktivitete të ndryshme, zysharore gjithmonë na ka ndihmuar që ta duam natyrën edhe ta kemi afër gjithmonë pranë vetes. Me aktivitete të ndryshme ku jemi sensibilizuar për sa i takon pastrimit të mjedisit, që në të vërtet kemi kuptuar se ne në të vërtet themi që e dojmë natyrën, po me ato mbetorina nuk e di se sa e dua me të vërtet, pra aty kupton se sa realist jemi. Dhe gjitha ato mbetorina që ne kemi mbledhur, kam kuptuar që duhet ta dua më shumë natyrën, sepse tek e fundit është vendi ku ne po rritemi, edhe ku do rrisim edhe brezat më pas. Edhe kështu ka nisur, ka vazhduar qasja, më pas edhe në gjimnaz duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, kemi shkuar në Theth, kemi parë natyrën e bukur që ka Thethi, edhe pse shumë afër Shkodrës, po që një natyrë mbreslënse, aktivitete ndryshme dhe kështu jemi bërë një me natyrën. Kështu ne jemi me fat që Shkodrën e kemi një kompleks natyror, apo jo, ku gjen malin, fushën, luginën, detin, lumin, liqenin, por ju keni kapërcyer edhe kufit e Shkodrës dhe në një hapësirë shumë të madhe keni mundur të shijoni shumë çka nga bujaria e natyrës, apo jo. Çfarë gjeografie keni përshkuar në përgjithësi, flas me curin tuaj, sepse naturalistët ka vite dhe më herët se ju kanë qenë edhe të tjerë, dhe kështu që është edhe një mundësi socializimi dhe njohje me njëri tjetrin që do të thotë edhe bashkëveprim. Pra gjeografia është e gjanë, apo jo? Me naturalistët gjithashtu kena kanë edhe në Kosovë, ku kena bën një aksion pastrimi nga Peja deri në Rogov. Edhe kena shëtit, si me thonë, edhe nga Peja në Rogov e kena bën kam duke pastruar ambientin. Edhe për mu dhe me thonë ka kanë një ndër aktivitetet më të bukura që naturalistat kanë organizu. Po, diçka tjetër që mu ka pëlqy tek naturalistat, kanë kampingjet, që kena bë në përvendet ndryshme, po mu që më kanë metën kanë kampingun Theth edhe në Lumë Charles, që dhe me thonë, për mu kanë ndër më të bukura, dhe me thonë. Pra është ndjeshmëria që ju bën që pas një aktiviteti të mendoni kur është aktiviteti tjetër. Jona edhe motra jote Isra, të cilën e përshëndesim, jeni pikërisht në këtë grup dhe frymëzimi vjen sa të njëri të tjetrit dhe kështu përcillet, apo jo? Po, shumë e vërtet. Unë me motrën faktikisht kemi qenë gjithmonë shumë të apasionuar mas natyrës, edhe ndoshta ajo frymëzimi ka qenë si fillim e motivuar nga familja, sepse gjithmonë jam rrit me atë ndjenjat patriotike që kam pas për vendin tem, pra që duhet me mbrojt vendin tem, që kjo është toka që të partë kanë luftu për ne dhe unë gjithmonë kam kanë shumë luftarake te kjo pjesë dhe ndoshta këtu du me përmend dhe këtë revolucionin e flamingove që është duke ndodhur tani, që është po bëhet dita 50 e sot, që të rrit më shumë unë shumë burra dhe gra po qëndrojnë për me luftu për një pjesë të tokës tonë, dhe gjithashtu dhe naturalistët kanë marrë një qëndrim ndaj nartës dhe vjosës. Dhe mu më kujtohet me marnisën, kemi qenë edhe me motrën teme në një aktivitet në nartë në Vjos, ku për herë të parë kam pa flamingot dhe më është duke pa besueshme, sepse ato ishin një diçka që unë kisha pa vetëm në dokumentar dhe nuk mendosha se Shqipëria posedote këto bukurika që mëdha natyrore, pra mendosha se thjesht Shqipëria është një vend i vogël, por normalisht që nuk mund të njihsh gjanat nëse ti nuk shkon për të eksploruar ose për të pa, dhe naturalistat besoj se kanë shërbyer shumë për me pa Shqipërinë një këndvështrim tjetër, pra për me pa se
për te më shumë se thjesht një vend I vogël, ka shumë bukuri natyrore që Zoti na e ka falë. Absolutisht. Të qëndrojmë tek zona jonë, por jo vetëm. Tek vendi ynë, por edhe tek ai benefit që ne marrim dhe japim me natyrën. Jeni kalitur shumë. Apo jo? Në relievet që nuk I keni mendu t'i shkelni, ju I keni arrit. Apo jo? Kemi kaluar çdo limit tonin. Sepse unë në të vërtet jam marrë dhe vogël me sport, por gjithmonë ajo pjesa e ngjitjes malore është e vështirë, po që kur je grup merr një motivim që nuk ja ke idenë, domethënë kur e shikon që gjithë domethënë po ecin, po eci edhe unë se diçka e bukur na pret. Edhe gjithmonë dysha Aurora na ka përgatit me atë idenë që nuk duhet ndalohemi asnjëherë, sepse është gjithmonë ajo drita në fund të tunelit, edhe pse relievi është I vështirë, gjithmonë diçka e bukur po na pret. Po na pret një natyrë e bukur, po na presin kafshë të bukura, të cilat gjithmonë kemi atë stepjen që po sikur janë të rrezikshme apo jo, po në momentin që ti nuk I ngacmon, nuk as ato nuk është se ka ndonjë. Keni ndonjë mbres të drejt për drejt ndaj një specie ose një gjallëse të cilët asnjëherë për shembull flamingot Johana nuk I kishte pars afërmi asnjëherë. Asun, në të vërtetë. Dhe kjo është një magji, gati, sepse ne I mendojmë shumë imagjinare dhe kur I takon afër, po edhe zona jonë ka shumë të tillë, po të mendosh vetëm liçenin në Shkodrës, lëri zonat malore të cilat natyrisht edhe ata jeni takuar ndonjëherë me Harushën. Përderisa në Kosovë, në qapën e Pejës, nuk ka rast. Nuk na ka qenë. Në Tarmen. Por gjithsesi e shoh entuziazmin tuaj sepse vërtet në këtë moshë njeriu përveç dëshirave ka një entuziazëm për t'i realizu. Megjithatë specjet e rralla, shpendët ujor apo diçka tjetër kanë ndikim tek ajo të ato udhëtimet tuaja, një ndikim që I kalon caqet e një kënaqësie, por edhe të një kauze mbrojtëse ndaj tyre, apo jo? Po. Ne kemi edhe sesione të ndryshme që në anglisht quhen bird watching, janë shikime për sa I takon zogjve. Në të vërtetë, unë para se të merrja pjesë në ato sesione, kryesisht dija ato zogjt bazik që ne mund të shohim në qiell, po momentin që ti shkon në liçenin e Shkodrës, aty shikon një pasuri të madhe për sa I takon florës dhe faunës. Edhe gjithashtu bëjmë edhe kanoe ku shikojmë pra gjithë bukuritë e liçenit të Shkodrës, sepse ne jemi shumë afër liçenit të Shkodrës, po jo shumë prej nesh din pra se çfarë I pret në të vërtetë. Edhe kjo është një thirrje për gjithë që të kalojnë ndonjëherë nga liçeni I Shkodrës dhe të shikojnë tamam bukuritë e tij. Është vërtet që të jesh naturalist nuk do të thotë thjesht të jesh një vizitor I rastësishëm, por kundrazi të eksplorosh edhe të mundohesh të promovosh këtë natyrë gjithmonë në mbrojtje. Çfarë sfidash keni takuar përgjatë këtyre rrugtimeve tuaja, sepse mund të jenë sfida që lidhen me ecjen, me lundrimin ujë, mund të jenë edhe sfida që ndeshesh me njerëzit të cilët I dëmtojnë këto zona. Personalisht për mua, sfida më e madhe si naturaliste ka qenë me nga biçikletën, sepse biçikletën e disha, por thjesht ishin gjatësitë mëja rrugore, dhe me thënë që unë për momentin hala si 12 vjeçar kur kam qenë si fillim naturaliste, e kam hasë si vështirësi, si me thënë, por ditën e parë më mend kam pashku shumë e lodhur në shtëpi, po mas javës parë, dhe me thënë kam pas, dhe me thënë
nuk e di, thjesht kisha qef me pa ma shumë, me eksploru ma shumë edhe nuk e kisha ma, s'mbate ma përshtypje lodhja që kisha kur ishim të shku një vend. Është një kalitje edhe në karakter, por edhe në fizik, është diçka e bukur. Ndërkohë që takimi me njerëzit e zonave të ndryshme, takimi me kalimtar të rastishëm, takimi me njerëz që për interesa shumë të ngushta mund të ndërhyjnë në natyrë, çfarë përshtypje ju ka bërë? Mu me thonë drejten, nuk e di ku kemi qenë në një zonë malore me marnisën, kemi qenë në një bujtin dhe mbaj mend që na zorën drekën. Dhe nuk e di, ajo ishte një drekë shumë minimaliste, shumë e thjeshtë, do të thonë me krejt produkte të shtëpisë, por mu mbushi gjithë gëzim, do të thonë ajo zemërgjërësia që patën ato njerëz me na nxjerr, sepse ishim një grup goxha i malladit, mund të ishim rreth 30-40 veta, dhe ato nuk pritunën me shtru gjithë tavolinën dhe me në bë gati gjithë ushqimet dhe me në thana keni gjatë tjetër nevojë dhe normalisht ishin të hek bukën e gojës, po këto se më thonë do shumë e përmend faktin që ne si naturaliste nuk kena marrë vetëm me pjesën e natyrës në mënyrë drejt për drejt, po edhe me komunitetet e njerëzve që jetojnë pra në zona malore ose në fshatna, pra na ka qëllu më rastis me ta. Dhe mendoj që një problematikë kryesore si qytetit që mund të hasim për te lodhjes fizike si që ta Marnisa është fakti që është e vështirë mi bin njerëzit për më ardhme të bashku në këtyne kauzave, sepse njerëzit kryesisht në vendin tonë janë pak më një ngushtë kur vjen puna te natyra. Nëse i pyet ton turistat ton, pjesa më e madhe shkojnë me pa Alpet, me shku me pa malët tona. Kurse pjesa më e madhe jone nuk i kena vizitu as vendet tona për cilat ne mburrena ndaj të hujve. Prandaj është shumë e mirë me shku vetë, mi prek, mi pa dhe me kuptu rëndësinë e tyre që me ditë çfarë vendet kena. Vërtet. Megjithatë, gjithë kjo lëvizje ka skalitur tek ju ndjesi të papërsëritshme. Ndaj ju e vazhdoni çdo herë që të jeni në një raport drejt për drejt me natyrën, apo ja? Po, është e vërtet. Për sa i takon, nëse flas për veten, mendoj që kemi edhe foto të cilat në vite naturalistët kanë kriju me curinë e tyre, me aktivitetet e tyre, ju lutem regjia mund t'i transmetoni. Ja, këtu jeni pjesëmarrës të konkurseve. Po. Apo ja? Këtu ishim për ditën e aktivizmit. Po. Po. Këto prap të Awards. Unë dhe grupi im kemi fitu çmimin e publikut. Mund të na shpjegoni për aktivitetet që keni marrë pjesë, që keni përfaqësuar grupin tuaj dhe që natyrisht janë vlerësuar, janë disa aktivitete. Kjo ishte për Awards, është një aktivitet që bëhet çdo vit. Ne ishim tek change makers, dhe më thënë janë ato që kanë idetë për të ndryshuar, edhe ideja grupit tonë ishte tullat e kafes, të cilat ishin disa tulla që do të ndihmonin për të zëvendësuar drurin, sepse ne e dim që ekosistemi po dëmtohet, edhe donim le të themi një zëvendësues të mirë të drurit, në mënyrë që edhe të mbronim natyrën, edhe menduam pse jo, tullat e kafes me kafen që mbetet, me mbetjet e kafes, po. Ekspresit të kafes. Gjitha do të përfundonin në kosht të plerave, po menduam se jo të mos përfundojnë në një burim shumë të mirë të energjisë dhe të nxehjes. Të tilla ide inovative naturalistët kanë dhënë vazhdimisht, madje dhe duke marrë pjesë edhe në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare. Mund të përmend këtu pipat jeshil para disa vitesh, ku fitua një çmim, por edhe të tjerë, sepse naturalistët gjithmonë janë krijues në raport të drejt për drejt me përdorimin sa më të mirë ekologjik të natyrës. Është vërtet. Një ndër sfidat më të mëdha që ne kemi është e vërtet që ne përballemi me realitetin, po është një pyetja jonë është si ta ndryshojmë këtë realitet, sepse kryesisht ne nisemi gjithmonë që do vi dikush dhe ta ndryshojë, po asnjëherë nuk nisemi me atë idenë që mund të jemi ne, sepse tek e fundit rinia është motori i shoqërisë, dhe nëse është një rini e shnetshme, një rini e cila lufton, e cila gjithmonë është në lëvizje, atëherë edhe shoqëria do të jetë edhe më e shnetshme. Kështu që ne gjithmonë jemi
nisur me atë idenë që çfarë mund bëjmë ne si naturalist, që ta ndryshojmë edhe çfarë mund bëjmë ne që ndërgjegjësojmë edhe moshatarët tonë që bashkoheni edhe ju nismës tonë. Kështu që përveç çejfeve që ne mund të bëjmë si naturalista duke shëtitur, ne kemi edhe shumë përgjegjësi për sa i takon që të ngrejmë zërin kundrejt kauzave dhe të bashkojmë edhe të rinjt edhe moshatarët tonë në ide të ndryshme. Si ka ecur kjo me vitet? Ka ardhur duke u dëgjuar më shumë zëri juaj, apo pak a shumë herë më shumë, herë më pak aty? Megjithatë ju nuk keni rreshtur, apo? Jo, ne asnjëherë nuk kemi rreshtur. Keni ndonjë prej rrugtimeve më të bukura që mund ta veçoni dhe që ka pasur një rezultat shumë produktiv në atë që ju keni paraqitur si naturalist? Ditët e aktivizmit ju kanë evidentuar në qasjen tuaj me natyrën, me aktivitetet, me promovimin e natyrës, me sjelljen e produkteve tuaja ekologjike. Po gjithsesi kjo është rezultati i një jetësurie, nuk është rezultati i një dite apo një tjetre. Normalisht, gjithmonë si që përmendmen edhe ishte me marnisën, çdo aktivitet që ne kina bë na ka shty një hap drejt të qenë një naturalist më i mirë, sepse gjithmonë ka vend për përmirësim. Dhe mendoj se gjitha aktivitetet janë si ato copsat e puzzle që na kanë mundësu me na formësu individ më të mirë për një shoqëni më të mirë. Pra, në çdo aktivitet unë gjej një pjesë të jehonës, se unë jam bashku ndoshta ka klasa 7-8, ndoshta nuk është se kam qenë shumë e vogël, por kur jam bashku ishte, domethënë jam përballë me diçka krejt po njoftun, dhe ka qenë me thënë drejtën komunitetin është i parë që kam zonë goxha me shokë të reja dhe normalisht që të bashkon dhe me njerëzit e tjerë, pra idealet me punu drejt një punë të caktuar dhe për me arrit një objektiv të caktuar është diçka që krijon një komunitet shumë bukur dhe që gjithmonë kur i rikthehen ndihena se në shtëpi, si këto të rrëtësheja. Dhe megjithëse jeni në verë, duket sikur qasja me natyrën është më afër, por ju nuk ndodh kështu gjithmonë. Ju keni aktivitet edhe gjatë dimrit, madje aty janë sfidat ende më të mëdha për të kaluar shtigje dhe destinacione të veçanta në Borë, në Male, apo Vërtet. Kena kanë mojmën, biles, si tha edhe jehona kur në kanë zjerë drejt. Në bogë, me duket në bogë, po. Kena kanë në bogë. Edhe kena njët malë që se zgabuam, kena kanë të njët malë ku mali ishte me Borë. Por ka kanë shumë të pisën. Po, edhe për mu ka kanë një eksperiencë shumë e bukur, si më thonë. E paharrueshme. Edhe kur kena kanë në Divjak të Flamingot, nuk ka kanë pranë verë krejt, ka kanë shkurt me sa ma e mëm, edhe ka kanë një kena shku përveç se me ba birdwatching, që ishin pjesa e Flamingot, kena kanë për me ba një pastrim në Divjak, edhe ka kanë bajagit ftof, sepse shkurt teknikisht i halon dimër, nuk e hi halon pranverë, si me thonë. Por gjithsesi tashmë rruga juaj është skalitja dhe promovimi i natyrës. Besoj se keni destinacione të tjera. Ato nuk janë vetëm në planet e stafit të naturalistëve, të përsërish Aurorës apo edhe kolegëve të saj. Ato janë edhe në dëshirat tuaja. Janë të shumta. Ne qëllimin e kemi që mos jemi naturalist vetëm gjatë një periudhe moshe, po të jemi naturalist gjithmonë, sepse ti je naturalist duhet të nis këtu brenda teje, nis domethënë nga shpirti, edhe të pasqyrohet më pas në profesionin që do të kesh në të ardhmen. Mund të jesh një mjek shumë i mirë, por që promovon edhe natyrën, sepse natyra dhe mjekësia lidhen shumë mirë bashkë. Janë dy mjeke të ardhshme. Dhe vajza këtu ka një specifik tjetër në qasje me artin. Por gjithsesi këto janë motive shumë të bukura. Motive njerëzore, motive të vlefshme, motive që transmetojnë ndjeshmëri të madhe ndaj shoqërisë, motive që të bëjnë aktiv dhe shumë social.
ndoshta në këtë gërshetim motivesh mund të shikojmë një themel shumë të fortë qytetar të ndjeshmërisë ndaj vendit, ndaj natyrës, ndaj Shqipënisë, ndaj Shkodrës. Dhe për këtë unë dua të shpreh krenarinë që një brez si ju, si një grup si ju, si një kaos që ndiqni ju me natyrën, të jetë gjithmonë një bonus i mirë dhe një krenari për vetëcurin tuaj. Unë dua t'ju përshëndes dhe t'ju uroj gjithmonë ngjitje të reja, se edhe kur notoni në sipërfaqe ujore përsëri ke një ngjitje në ecurinë e kalitjes apo të njohurive tuaja. Ju uroj vetëm mbarësi dhe këtë motivim kaq të bukur ta shpërndani si promovim të dashurisë suaj për vendin dhe natyrën. Ju falenderoj që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër për të ndjerë pulsin e atyre që duan njerëzit dhe natyrën bashkë dhe luftojnë për këtë. Faleminderit shumë. Johana, faleminderit shumë Esi dhe Marita. Dhe ju uroj gjithmonë të tilla motive kaq të bukura t'ju udhëheqin në jetën tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit.